Miq të dashur të platformës Art Motion, ju përshëndes. Jemi me pamje të drejt për drejta nga stadiumi Fadil Vokri në kryeqytet. Ja i shohim të dy skuadrat teksa zbresin në fushën e plert, gati për një betejë, gati për 90 minuta të zjarrta, gati për një super derbi Prishtina-Dugagjini. Atëherë Prishtina luan me 5-4-1 në port Altin Gjokaj, në mbrojtje Ramiz Bytyqi, Ardian Limani, Leonard Vitia, Kristofer Mamengi dhe Gjorgje Salletić. Me sfusha përbët nga Gjelbrim Tajipi, Hamdin Amani, Dren Zeqiri dhe Valmir Veliu, në sulm Mario Ilijevski. Starton këtu dueli. Jemi në Fadil Vokri dhe një ndeshje e zjarrt në pret. Mund tjetë mira arkimi tani, Ramiz Bytyqi, topi në zonë, vjen goditja dhe gol! Hamdin Amani, tjetër ndeshje, tjetër shënim nga mesfushori. Kemi një gol të mesfushorit. Sa mirë këtu lëvizja e Ramiz Bytyqi dhe asistimi ti i mrekullueshëm. E për goditjen e Amanit nuk ka fjalë. 1-0 Prishtina me plot merit, sepse ishin në kontroll të gjithë shkaje që ndodhi deri më tani në Fadil Vokri. Goli i mungante dhe edhe golin e gjejnë tani. Në atë moment skuadra e Dugagjinit kishte 4 fitore, 1 barazim, 1 humbje, që nga atëherë nuk kanë asnjë fitore të vetme. Rasti tjetër, Ramiz Bytyqi, topi rrezikshëm në zonë, reagon Egzon Sinani, Prishtinën. Çfarë lejtari është duke u bërë Ramiz Bytyqi. Ilijevski provon pasimin para për Valmir Veliu, shansi këtu. Veliu, rasti për të Valmir Veliu, provon lëvizjen. Mirë pasimi, çojmë goditja dhe 2-0. Super Mario përsëri në aksion. Prishtina Dugagjini 2-0. Minuta 40 e duelit, si kjo Prishtinë definitivisht nuk kemi parë. Kjo është formë jetësore të nderuar shikues. Shumë ekip elektrizues. Ekip që po fluturon. E shikajnë se çfarë goditje nga Mario Ilijevski. Asisti shkon për Valmir Veliun. Dugagjini tani do të ketë punë të vështirë për të rikthyer, mirë po e ka bërë një herë në xhiron e parë. Është rikthyer ndaj Prishtinës nga 2-0 duke humbur në 2-2. E i duhet përsëri e njëjta. Çfarë finalizimi ka qenë nga Mario Ilijevski. Kjo e majt briljante. Skuadra tjetë më stabile, çfarë gabimi këtu nga portieri Gjokaj, i cili rroshqet. Goditja nga distanca, shkon jashtë. Jashtë gjuan Meris Maliqi Prishtinës. Kjo rroshqitje ti ka mundur t'i kushtoj rënd. Topi para drejt Ramiz Bytyqit. Vjen arkimi ti, rasti tjetër i Prishtinës, shkon jashtë. Temtimi i Ilijevskit. Rasti këtu Ilijevski, mundësia për Prishtinën, Tel Margono e shpëton në Dugagjini nga kjo situatë e vështirë. Tajipi nisët, goditja ti mbi port. E rrezikshme gjithsesi. 4 lojtarë në murin e gjallë ishin mbi ta gjuajti Tajipi në ndonjë ligë më të fortë. Shohim këtu pasit Kallit, intervenon Gjokaj. Pritje e mirë kjo. Shohim edhe një rasti pasit Kallit dhe intervenimi i Gjokajt. E mbyllot këtu, Prishtina vazhdon me formën e jashtëzakonshme, fitore 2-0, një pjesë e parë mbreslënse